tek receta tjetër. Atëre, bëje kafen, derisa unë të sistemoj të transferoj produktet e tjera. Pak ekspresi, ndërkohë regjia le të na ndihmojë ndërkohë me pra le të bëjmë qull ose mish pule me qull ose qull me pul dhe me ara, si të dëshironi ju. Në varësi, si e cilësoni juve. Ara sa po të qëruar, të njoma? Shi, aman, se... me shko këtheu nga mbrapa mërë ndonjë, se kështu shko, të njoma fare. Si sa të njoma? Tani këto të njomat pak e kanë kohë, në fakt, të qëndrojnë të njoma. Këto peshojnë shumë, e thënë të drejtë. Peshojnë më shumë, po. Këtu është ajo... Kam blerë ara të njoma, e duke qenë se këto myken, po t'jenë, duhet t'jenë të thata, të thajen mirë pa të qërojnë, ose i mban pastaj për në vazhdimësi, kam futur në ngrirje. Pa ja hequr atë pjesën e brëndshme, në qeska, në ngrirje, dhe kur një shkrim pastaj që i nxjerr, janë kështu njësoj. Nesër, paru që se mua. Ja që s'kam brazin nga këto. Erdha, dhe ta bëjmë qull me ara atë recetën tradicionale, apo jo? Si që bëm përmeti. Dhe ati përshëndes gjitha ambisat e përmetit se e meritojnë. E meritojnë. Dhe jo vetëm, dhe jo vetëm. Përmeti po të gjitha. Absolutisht, kjo është një recet që më duke si universale, më duke, ta që shishme bëhet, me pak qull, me miell gruri apo miell misri, me arra, me aromën e pulës, etj. Ndërkohë, ndjem njërë këtë aromën që Lavazza ka rezervuar për sot, të zgjodha këtë kapsulën Divino. Shumë shpejt do të marrim dhe aromat e tjera, shijet e tjera të Michelinave, mbaroj procesi, për pak sekonda një buton dhe sjell kafen direkt në tryezën e Albanës. Atëherë, lexojmë produktet e recetës së qullit me ara me pul dhe më pas e vazhdojmë ta gatuajmë, shohim së bashku se çfarë përmban kjo receta, ndërkohë edhe ti me atë rrufitjen tënde show mund të vazhdosh të shijosh kafen. Zog fshati me qull dhe arra. Një zog fshati, patjetër që duhet ta zjeni, 2 lug gjalp, 2 lug miell misri i verdh, 150 gram arra, ujë dhe krip. Shikni sa pak produkte ju merr kjo recet. Kemi zjerë pulën, e kemi ndarë atë në copza, në pjesë kryesore. Disa mund t'i lëm për një recet tjetër, disa i përdorim për këto. Ju duhen arra të qëruara, mirë është që çdo produkt faktikisht i frutave të thata të qërohen në çast. Janë më të kontrolluara, më të sigurta. Vetëm pastaj kur ja besojmë kompanive që janë cilësore dhe janë të kujdesshme në këtë përzierje në ambalazhim. Tani e skuqim pak ne atë, kemi dhe lëngun që na ka tepruar, e shfrytëzojmë ose me ujë. Kemi pulën që mund ta ketë mbetur, mund ta nisim për këtë recet. Çfarë të ketë dëshirë? Unë mora disa pjesë të pulës, të them të drejtën, kisha bler një pulë, edhe mora vetëm ato thash, domethënë që ne ndajmë e përdorim për sepse ato që janë dy veta çfarë do bëjnë? Do vë një pulë. Vetëm thjesht për të dukur pula. Pjesët e pulës. Pjesët e pulës. Janë disa gatime që duan pjesë pule, janë disa gatime, për shembull, që duan një pulë të jetë shumë. Ne nuk kemi nevojë për bukuri, por kemi nevojë për shije. Dhe shijen do ta keni patjetër. Do të shijosh pak kafen, të shkputemi për atë hapësirën tonë të reklamave, edhe që mishi merr atë faqen dhe qullin dhe vendosen pas të arrave, tregojmë më pas. Të bëft mirë kafe, shihemi pas publicitetit. Të lumshin duart. Të bëft mirë. Se erdhën këtë pjesë të dytë, të tretë, të fundit të gatimit, por më të rëndësishme sepse kemi një recetë shumë të shijshme të traditës, që është pul me qull me arra. E lam aty tek kaurdisja, zjerja pak më tepër e mishit të pulës, sepse do të përgatisim qullin më pas, arrat e qëruara në çast, i kemi grirë në copza më të vogla, që do t'ja shtojmë gradualisht. Largoj. Do shtojmë tani tiganin, miellin. Lëm pak sa këtu, kujdesim mos të. Dhe pjesën e yndyrës. Me pakës, tashmë e dini që unë gjithmonë veproj gjysmë vaj, gjysmë gjallë. Pak më shumë gjallë, pak më pak vaj.
që të ketë atë shijen. Këtu duhet ke më tepër lëng, për një shije më intensive, dhe nëse ne duam shijen e duam pak më pak dhe kemi më tepër mish, atëherë është më pak, unë e kam fokusuar te mishi dhe lëngu është më i pakt. Do të shtoj mielin e misrit. Mielli i misrit duhet patjetër të jetë i verdh. Edhe për Të pamje dhe për kokryzohet, shije, i duhet patjetër, ketë të atë ngjyrë. kokryzohet. Shtoj. Po ta lë dhe më pak. Normalisht do krijohet ajo pjesa që them unë, pjesa e qullit. Po. Derisa është e njëjtë për gjithçka, derisa aroma të shpërthen në çdo lloj gatimi. Nuk është vetëm te mielli, po te mielli ne kuptojmë që shtoj masën e lëngut. Derisa të kemi një masë kompakte dhe të zihej pak. Furrën e kemi të parangrohur, s'kam nevojë për parangrohje sepse e kam në aksion dhe shtoj gradualisht masën e ujit. Ujin e kam në temperaturë ambienti. Do të shtoj Super, dhe piperin, jep. pjesën e piperit, masën e kripës, dhe jam çok gjyzel. I largojmë. Pjekjen do ta bëjmë në këtë tavën e traditës, Po. tavë balte. Arat i kam, I kemi grir arat, i kemi gati për t'ia shtuar. nuk do ta laj. Ne zgjodhëm Sepse vetë më që të mos duhet- i shtojmë, se disa Më duhet zona për e bëjnë qepën. dhe me hudhra, E ky- disa fare, zona fare. pa hudhra. Sot e kemi zgjedhur vetë se mund të ketë pyetje nga zonja. Thotë i shtojmë dhe hudhrat apo i haruam? Jo, nuk i kemi haruar hudhrat. Thjesht kemi zgjedhur vetë ta gatuam. Ka sot mënyra të shumë ndryshme me ara. të gatimit. Pa, të shije, Ka që që e bëjnë ta me konsumojmë edhe miell gruri. Po ka që e Edhe bëjnë me me miell miell gruri. gruri, po. Largoj, transferoj dhe pakës do thoni ju përse gjalp, sepse dihet që arat kanë ymbyrnat e mira sikurse dhe bajamet, por më duhet Valla, pak i sa, kanë të mira. sikurse të shtoj edhe pakës fare krip këtu. Kripën, marrë dhe masën e piperit pak sa tek arat. Janë të njoma dhe dua t'i thekroj pak sa. Pak sa. Kur themi fshat e zanat. Lëshojnë ato aromën e tyre Lëshojnë aromën. karakteristike Ja. dhe ruajnë ato aromën deri në konsumim, deri sa përfundon pjekja në furr. Mua nuk më duhet të trash pjesën, sepse do shkoj në furr, do kaloj në furr. I jap një përzgjedhje të mirë, që të jetë e një trajshme pjekja. Në momentin që sërish përsëris veten, lëshohet aroma, që është pak më e vështirë për të lëshuar aroma e arrave të njoma, është më e vështirë. Se kanë lagështinë, sa të thahet lagështia, pastaj të vazhdoj të piqet. Transferoj masën e arave. Më duhet ky tigan. Për të mos pasur atë trashësin, e shtoj direkt.
derisa të mbulohen posaçërisht afërsisht e gjysma. E largoj direkt. Copat e pulës. Si ka mbetur asgjë tjetër përveç se ta vendosim të E piqet në vendos në furrë. furrë. Në fund fare, ne po të duam i shtojmë Pak fare piper. pak fare, mos më thoni që e ke myt. Janë masat, janë 3 herë kam shtuar, por nga pak. Piperi dhe kripa E ndajmë atë japin të masë që shjen. është eksakte E për ma- këtë recetë, e ndajmë në 3 dhe momente. e vendos në furrë me shumë lezet. Ne mund ta vendosim dhe mund të sjellim edhe tavën e lakrës. Atë se më do duket se- bëjmë. Kujdes, se ky avulli është ndonjëherë i vetëm i bezdisshëm, po kryesisht qerpikët, fytyrën, avull furre.